Prej më shumë se 40 ditësh, 21 vjeçarja Benita Zena po provon eksperiencën e qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova dhe këtë rrugtim e ka mbushur me debate të forta me banorët, por edhe me një romans me Tonin, banorin tjetër të shtëpisë. Por vetëm pak persona e din që para kësaj eksperience, këngëtarja influencere u përball me një situatë delikate që kishte të bënte me dhëmbët e saj tepër të veçantë. Dhëmbët e shumë diskutuar të 21 vjeçares me prerje diamanti u kthyen në temë ditës, por gjithashtu u kritikuan, kryesisht nga profesionistët e fushës. Më shumë është një show të cilin stomatologjia asnjëherë nuk e ka dashur, sepse funit duhet me hongër me ata dhëmë, duhet me qesh me ata dhëmë, duhet me i shiju ata dhëmë. Por kjo i përket të shkuarës, ndërsa situata në të cilën e vendosëm ne nëpërmjet aktorit ton që hiqet si mjek stomatolog është pak të thuhet e komplikuar. Është mëngjesi 26 qershorit 2025 dhe ndodhemi në Prishtinë, në klinikën Dr. Smile të mjekut Valton Rustemi, i cili ka realizuar ndërhyrjen e veçantë tek këngëtarja. Për ta bindur Benitën të vinë në klinik, mjeku e ka bërë të besojë që nga ndërhyrja mund t'i krijohen probleme serioze. Ndaj për këtë, ai ka angazhuar kolegun e tij, Dr. Aleksandrin, dhe të dy bashk e presin vajzën bukuroshe në studio. Me fotografi sene. Mirë, shove, dhe mirë, shkollove, rahat, mirë, ullë. Pak, i di se pak, zhatira për urgjens, po. Ose praktikisht në lajnë zonë, e bata mirë, për të shooting për e shtyba pak edhe era. Ma mirë se pak. E di, është që të e mirë në qëfar. Edhe pse në dukje është ende e qetë, 21 vjeçarja ka menduar gjatë se çfarë problemi do të ketë mjeku që e ka thirrur me kaq urgjencë. Kja është kolegu, Aleksandr. Si e një, si e kalon? Mirë. Ju? Si duke ndonë? Mirë, super. Shumë bukur. Komplimente, doktor, pas se boni punë të jashtëzakonshme. Disa komplikime nga ka ndalë, ja s'pegon më mirë ti, okej? Po. Nëse mundesh me kenë manej edhe ti prezent. Po, vish shkallëtoja disa detale. Të dy mjekët duket sikur hezitojnë paksa për t'i thënë të vërtetën këngëtares së re. Por në fund, është doktor Aleksandri që thyen akullin. Jam Aleksandr Gjoni, doktor stomatolog, kam bërë në bada Vatikanis, kam shërbim me kana dhe në klinikën madhështore në Madrid, Paris, Milano. Po atje këto nërhyrje nuk i pojnë njerëz për shembull njerëz të sito, i pojnë moderatorë të famshme, i pojnë në aktore, këngëtare. Ti me çfarë merresh? Çfarë punë bën? Me muzikë, për momentin jam pauzë, edhe përmira me reklama. Fiks personi i duhur, doktor. Fiks personi i duhur. Edhe ti, unë herë të kenë shumë e bukur, që po shoh që bezovën e përja është bisturie shumë e vështirë, nuk e bëjnë doktorët ato çito, po na kanë një shprehje që thënë çdo mirë ka një të keqe. Problemi është se materiali që i ka baba, ajo që është në rëndësi që ky material shërben që dhëmbi të rjeton kohën i bardh që të luftoj mikrobet vetë ju. Materiali është uranim, nuk e di ta ka treguar doktor. Po, se është po. Në të vërtetë asgjë nuk të ka treguar Benita. Uraniumi në dhëmb, as Clark Kent, Supermani i famshëm, nuk do të guxonte ta vendoste. Të paktën në 2025-ën nuk bëhet fjalë. Ka treguar për një rrezik të mund që mirë? Jo. Se kjo që më tregu që është materiali mirë dhe... Se në është alë për këtë punë iku, po si regula do është të mund djeni për disa gjë. Jo, do të më ardha mojnë, qëfar rrezik që se s'po kuptaj. Do me thonë ti nuk dina si se në pësepëtisht. Jo, s'po di që ka buda, që ka me ditë, faktikisht se... Ndërsa Benita ka nisur të shfaq dyshimet e para, doktor Aleksandri refuzon të flasë pa qenë aty prezent doktor Valtoni, përgjegjësi kryesor i kësaj ndërhyrje që rrezikon të shkaktojë ndonjë incident të rënd tek fytyra e bukuroshes nga Prishtina. Nuk kam asun si ti thamë pa kënë doktore, se duket si me kënë do të spionuar, nuk e di. Doktor, kjo të mojtë e paktesh. Ti duhet ta kishe unë djeni vajzën, po vajza thotë që Shkoj, në që mund komplikimet janë me kësi. Po. Ajo së skutot, po kjo është dhe pak si hera parë, në thëmë botë, pak me ka ikto, në thëmë eksperimente, është botë dhe hera parë. Kjo mund tjetë hera parë në Shqipënia dhe teknika që përdor ti për përën diamanti është mund tjetë parë në botë, por për bari me uranium edhe titanium, që të kam të regu, njifet, në Italinë, Francë, po
një në 10 raste, kanot që të ketë ajo që na e quajmë reagimi skandalos, i dhamit agresiv. Pra në që kur bjen nxehtësi të madhe, në kontakt me çajin e nxehtë, me kafen e nxehtë, kanot që ka pas shpërthime të bukur. Për ta bërë më të qartë, ne po kërkojmë të bindim Benitën që bashkimi i uraniumit dhe titanit provokon shpërthime të dhëmbëve, që do të shkaktonin dëmtime të pariparueshme në fytyrë. Kjo gjë në fakt nuk është as pak e vërtet, madje titani, si material i lehtë dhe shumë rezistent, përdoret në stomatologji. Për këtë A pipina ka fundi çka që shtekson nuk marrë fort vesh, por shka probleme. Problemi është që duhet në shtatë më të hekret dëmbët, po duke Ose nuk jam për ajgore, vallaj dog. duke më mirë dhe, po thash për shumë shëndetë e rëndësishme. Në momentet kur vajza po shfaq dyshime se dikush po bën shaka me të, doktora Aleksandri vën në zbatim gjithë autoritetin e fituar nga eksperienca në perëndim. Tash falsi kishit emrin vajzën pacientit? Benita. Benita gëzon. Kjo që po thamë në shpërimet serioze kanon në Itali një rast, së fundi edhe në Angli që një modele, një blogere, kanon që i ka shpërthyr këtu poshtë. Jemi do, nuk ka rrezik të madh, do të thonë nuk kanë do të thonë me humbi jetën e pacientit, po janë to që bën Këshire nuk është puna me humbi jetën pacienti, apo kuptan as nuk është puna të parja, son edhe 20.000 euro edhe ku me disa jepi. Edhe ndoki një mujti sa i kina bajen, nga kanë dalë perfekte dhe tash me i largu, me i vendos prap, është dëmtimi mishit, rajës, edhe nësë për kuptoj që të sana, apo kuptan ja kena njësë për synim të mirë. Shëndeti mbi të gjitha, Benite dashur, pastaj mund të kalojmë tek përgjegjësitë. Si e merr këto materiale. përgjithësi mund ta marrim edhe unë, edhe ti, mund ta marrë edhe vajza, se vajza ka kërkuar vetë marrë, nuk e kena bën me zot. Vajza, po ju do të me ditë çka më keni vendosë, nuk është puna jare. Duhet i kishe të vutë. Unë kam 21 vjetë dhe mi vendos me i largu nuk është puna jare. Sa kam kushtu dhënë? Doktor? 18.000 euro. Nuk më kenë fjallë gojë. Tani ka ardhur momenti që doktor Aleksandri i Madh të shpjegoj pak situatën me shpërthimet brenda gojës. Kam nullë dhe me thonë shpërthime nga reakcioni i dhamit. Ti e din që pora u kontakt me nxehtësim të shashder, vajza nuk mund të rri me kondicioner me veti, me frigorifer në plazh. Se ka pas nxehtësi, besoj, sigurisht në gjatë ftoftë. Që ka thënë kontratën tani me dhe i që Bëhet fjalë për këtë kontratë, sipas së cilës klinika Dr. Smile nuk mban asnjë përgjegjësi nëse pacientja vendos që t'i mbajë ato dhëmbë. Por pavarësisht kësaj, doktor Valtoni nuk duket as pak i qetë dhe kërkon të shmanget gjatë gjithë kohës. Edhe fari i ke dhe duket si me kemë të spionu. Ja, po ta kishe fundi. Po është. Njëri do të me najt, redok edhe... Jo, unë e vrik në punës të me rrok. Falë, që po thirrni kështu me konfidencë, do të kështu një shok që një film. Jo, pacient, Okej. Shumë respekt, po jam të rrugë shumë respekt, definitivisht, se me ndalë jashtë për fjallës, është diçka... Ja, dalja shallës, gjithmonë. Jo, dok, faktikisht ka dalë se i të e pa materiali që nuk është mirë, nuk është shka, në duhet që në besan. Në regull nuk është më do, nuk e di, besan që më presh kredita. Në fakt, ky është qëllimi final i dy kolegëve, t'i prishin ditën vajzës me dhëmbët diamant. Ajo që i ka bo uranium, ti e din që përdoret edhe për bomba bërthamore, duhet ta kishe fundi një doktor. Dhe shto po 3 kontrata që të të dakord. Unë si doktor përfaqësues, e Valtoni edhe ti. Nga klinika që vjen në Alba Dent, se na jena do raport. Doktori është maestro, po është në stilin e vet, lidhur sot me datë 26 qershor 2025 në klinikën dentare Dr. Smile, mes pacientes Benita Zana, Zana po tham se që zonë po duke kështë si ju drejta, me thonë drejta. Edhe vëmë, shkelqen po. Këtu, doktor Aleksandri ka kapërcyer profesionalizmin duke shpërthyer në komplimenta të panevojshme në drejtim të pacientes. Por nisur nga pesha e situatës, askush nuk vëre të tilla komplimente. Në bazë të kësaj kontrate, kjo është kontrata port. Paul bin dakord që të ndërpresin marrëdhëniet pacient-mjek me zonjën Benita Zena, duke i lënë në dorë të kësaj fundit çdo veprim të mëtejshëm që lidhet me dhëmbët e vendosur me metodën prerje diamanti. Pra, nëse do më mojt kështu i mund kështu.
kështu në maj dhëm, jajnë të baj gara, qka që shmi maj dhëm, kur është rëzik, nësë për kuptaj këtë Ka morë për Italje për këtë fund. Pas këti momenti asnjë më palë nuk ka detyrime ndaj tjetrës. Po këti nuk e pranon, këtë dakord. Qysh nuk ka obligime kur nuk moj përgjithësi nëse të ndodh në incident, nuk moj përgjithësi, asun. Unë si rregull nuk duhet me pas përgjithësi. Po qysh nuk duhet me pas përgjithësi kur ju e keni bë materialin, themi ke vendos apo kupton. Nuk duan pra të mbajnë përgjegjësi, ka gjë ende nuk e kupton. Nuk e kuptoj qysh pendjeni me thonë që nuk merrni përgjithësi. Kontrata e dytë është më lehtësuese, është kjo që të thashëm ty punën ndjeni por, e lidhun sot me datë 26 qershor me klientën. Në bazë të kësaj kontrate, polët bien dakord që ndërpresin marrëdhënien pacient-mjek, duke dhënë mundësi kësaj fundit heqjen e dhënave të vendosur me metodën periodianamonti, pas shuljes të gjitha dhënave thotë si përmendur, pacienti rimbursohet me 60% shumës. Kishe paguti 18.000 euro, 60% shumës. Kjo për shkak të inflamacionit lëvizjes së serës, bursës, gjenjes dhëmbet, edhe dhëmbët tashmë janë përdorur, nuk janë gjenie fillestare. I ke përdorur edhe nuk kuptohet që vjen edhe vlerë. Nisur nga fakti thotë që metoda me periodianamonti është një inovacion i doktor Rustemit. Ndërhimin e kemati, unë ti kam sjell materialet, kam treguar si është. Këtë me periodiamont e bën doktori, se kam bënë. Por zbritja e rimbursimit nuk mbaron këtu, sepse përveç këtij 60% zbritja në 20% shumë sot për inovacion të pa konsultuar me qendrën, ti nuk e apo kanë pra, ky nuk është konsultuar me qendrën. Ndaj me qendrën, ky është inovator. Ty i zbritja në 20% se nuk është konsultuar me ne, me pa pyet më i kishte thënë mos ja vën. Kënë s'po kuptoj qysh si një konsultu për një material që është i rrezikshëm apo kupton. Mas pari ju do është mja prezentu, jo ky me pyet, se ky s'mundet me pyet. Tash lutem mos në prej. Kontrata thekson. Ky është një problem mes pacientes dhe doktor Rustemit. Pra unë kam marrë me të shërbim, unë jam nënën tonë në këtë rast. Kontrata e tretë, po kjo është rrezikshme, po është zgjidhje. Në bazë të kontrate, palët bien dakord për mbytjen e rebelimit të dhëmbit agresiv, të përdoret metoda vrasjes me cianur, e cila zgjidh përfundimisht konfliktin e brendshëm brenda dhëmbit. Pra, është një metodë e vrasjes me cianur, që e bën nga pjesa e pajisjes apo saçme. Po këtë ndërhyrje bën vetëm mik preciz, domethënë mund ta bëj unë personalisht. ndërhyrje në gojë me cianur, një metodë pa dëgjuar të cilën me sa duket ky mjek i çmendur e përdor tek pacientët e tij, të cilët më pas nuk dihet se ku përfundojnë. Po kjo është në dorë tonë, sepse metoda me cianur, sikur se e dim, në luftë dytë botërore për shembull ushtarë, kur janë zonë ushtë, kanë përdorur cianur për eliminim fizik, për mos me rënë duart armikut. Në duart e kujt rrezikon të bjerë kjo bukuroshe, o doktor? Po pati kontakt me mishin e me cianurit është i tmerrshëm. Po këtë mund ta bëjmë, domethënë duhet një precizion i jashtëzakonshëm, shumë i vështirë. Ky është 1 në 10 raste, nuk ju nuk tanve, po 1 në 10 raste është shifër e tmerrshme, 10%. Në Itali kanë ndodhur raste, i kanë punë në sytë e botit. Ju kena bën çip, ju kanë bën operacion plastik mbrapa se me çej. Mirë, janë disa procese të duhet ndeshëm të ndalë. Jo, po është ega, jo, është eliminuar jo metodë. Në ka s'ka që shkomenuana, diamanta, unë pagu për diamanta, për stymet e diamanta, trendi ma i ri, materiali ma i mirë, unë për që ata kom investu në gojën tama, për kuptan. Jo, bëjnë e zgjidhja, unë e vish po këshyri. Jo, zgjidhje. Jo, ju bëjnë zgjidhja, Letër, ti shpjegoj duke. Njëna është me e farë me fjalë thjesht është që me mojt dëm ti, me rënë dakord që do mi mojt një kështu si. Jo, Kontrata e parë iku pa sukses. shkye bile, asë Jo, nuk e pranoj. me shky, jo, po e lo me to iku. Interesant. Nuk firmoset, është e shky me kur firmoset. E dyta, është që me i kthy dhëmë mbrapsht. Me në 60% ty, për 20%, që do me thonë me morë ti 40% lebit. Po, gjatë do të merresh të parë. Me pagun 12.000 euro. Jo me pagu, jo. Ja. Merë mbrapsht jaq. Jo, jo që 2 matë, 2 matë më në. Kësa i bje me mojë, se 40% që është... Po, nuk është punat e pare, da s'mu se diskutoni punën e pareve. është dëmtimi i mishit, hek, qëtë, adin që do me thonë për gojë, 21 vjetë. Edhe të në këtë eksperiment me bëha me gojë, është diçka në të besu do, edhe jo mirë dorë tonë. Nuk duhet ta bëje, Benita. Nuk duhet ta bëje. Ta të dy janë të mërësisht të çmendur. Kjo me cianur është zgjidhje, po kërkon precizion, është shumë e rrezikshme. Se po lëvizje ti 1 mm me lëviz ti, Komplikimet i tregoj. janë komplikime të jashtëzakonshme këto, kanë tash Kështu vendos, më shtrejt me vendos, më mirë, bilet të shohën urgjent një hek, po unë jam Banja me dije. Jam për me hek, ma ne i vendosin një material tjetër, zirkona, porcelana. I firmosim këtë kontratën pra, nëse s'pajta?
E hiqet on, nuk e rrugë tjetër. Hiqet on merr aq sa lek i bën punë e madhe për lekun. Tash vajza për event thotë nuk e ka problem. Me rëndësia shëndetit, do. Shëndet normal që po. Shpëtoni pare, ju lutna, thjesht om pyetje goja jam. Po. Thjesht ky doktor do të më hek, okay, i hekam edhe sa më shpejt, unë nuk spëtojna, jo nuk kam të mujt me kuptu. Po, Ke nuk i shumë ka materiale, edhe në fund me dështu me thonë ju ane, ju knej, që kjo të më duk pak. Doke, Unë vetëm 2 sekonda pjesën e poshtë në planet më ndihta pak. Është punë brillante. Është gjëna me bëmë këtë material. Se ti mund ta bësh për shembull prerje diamant edhe me gjatë tjetër me porcelan ose me zirkon ose si. Tash i film për i të vajzë të paciente, lutem, të përgjigjet ky. Bravo. Se çfarë? Asi ti e do pështuj tash nuk si vetëm do të më thon falëndesh, ty e ka përgjegjësi. Pacienti gjithmonë ka drejtë. Pacienti ka drejt, po unë kam fajin. Do të me ditë një fillim. Kush i ka fajin? Po ti ki fajet, se do të me spjegu çfarë materiali shat. Po jo ti ka vëllon, ti si kam fajin. Pa marrë parasysh ti do të me spjegu pasoja që me spjegu në ky pasoja, ata kuptane. Sa më zonë, shumë jam zonë, kove fundit shumë jam zonë edhe me ndrum tash. Benita se tishe ka që zënë nuk do hyje në Big Brother. Ti vëmë shpejt, më së në. Po vjen tash ulit vajzat te klinika këtu. Bëjmë ato pam, ja hek 2 sekonda. Jo, nëse kam photoshooting, kam reklam, nuk mu jemi sot veç nesër, me që nesër, edhe nesër kom pas punë, kom pas me mujës për Tiranë, kom bashkëpunime që... Po mirë, kur ti dikush me që ka bashkëpunime gjana, qa do me janë gojti kësaj? Shof, do të përkoshë në bëjmë, disi e bëjmë. Shëmë do të një bëjmë një zgjidhje. Mos vjen kontakt në gjatësime, aty te Photoshop i qenë ato. Jo, se kallna, komplet në shamë, s'po kallna. E në të marrë shumë qërë, shumë... Nuk jam të e marrë që është ose dirë. Askush nuk po e merë qetë. Për kundrazi, doktor Aleksandri duke tepër i shqetësuar për këtë anomali. Të shgoja jote, dënime ty, jo, janë krejt dakord. Nuk ishtë sa emergency për mërë, sa... Kjo është normal edhe mu bo me nërë, po edhe mu mos më akuzot. Se unë jam doktor, jam mjek, unë qesë se produkten nuk i kam thënë ti me bo me uranium, me titanium. Këtu A e ke diti për që defekt? A e ke diti që ka mundët me ndodhë? Jo, kështë përderisa nuk e unë ditë vashë saktë, po që është pasoja për një duke. Se fajnë... Se është Fajnë që ta jodhe... Krej pasojat, krejt ose të mira ka ati produkte. Kjo është kokja jote, fajnë 100%, bo me kemë gjanë, fajnë 100% e monë, zëtë mija. Të është patire se ti nuk ka mua. Jo që do të me atë edhe të përgjithsi, do të me Jo, s'ka përgjithsi, jo, s'ka përgjithsi. Mu dhe të thënë falnërë që ka marrë të mund djeni, mu më thënë falnërë Që shumë. mund jeni, po se po mas i që u kry krejt procedura kërë me më treguar? Normal? Ndryshe, si do të t'i merrnin 18.000 euro? Po në dhamë do t'i vend, Bozi, vajtë. Se shofe. Bozi, Ose është marrë me kajta, se nuk i se di. Erdi pacienti tjetër, ju pas të bëndon dhe bëndë shumë. Pacienti tjetër thotë është sikur vajza. Po nuk kam fajnë unë qesë produktin, unë habitë me unë qesë. Po kërë të si fajtë se të duhet me tregu qka po shkak, qka ka e produkt, qka pasoje ka dhe kësë e kish blek, am kish tregu mua për pranon, unë e kisha fa njoha dhe u kry. Fytyra e këngëtare se tregon më së miri shgënjimin, por edhe frikën nga kjo pa përgjegjshmëri e doktorit të panjohur, i cili flet me aq kompetencë. Por ky i fundit kërkon ta kaloj peshën e fajit te kolegu i tij. Faj, po pse po i deri zot ky e din shumë mirë se çka ka bën. Po ju jo dhe ky ka faj, jo ky Ha bro. Ky ka faj. Dytë keni faj, dytë keni faj të s'unë shme pa unë e asë. Vajzë me mund është me shku në gjyq, mund është me shku kudo, unë nuk kam asnjë faj. Jo, ata e ki garantume se për gjyqe për avokat, unë e me avokat këtë punë kom e kry. Si dal këtujt, kom e thirë avokatën edhe kom e kry. Po thirë cilin avokat dush, mos me vrave në gjyq. Doktori duket i sigurt në çdo fjalë që thot, gjë që e shton nervozizmin tek vajza. Do të me di çfarë produkti po shaq. Po unë qes produkte po. Ton ky viraliteti këty në dhomëve, ton
kjo reklam, edhe më thëmë me dështua, për momentin një ato i diskutu një bisedë. Ka thënë për të hedhin gjyq, më shku ka më hedhin gjyq, më për çfarë më hedhin gjyq? Nuk është është tema më e rëndësishme se paciente. Unë e kuptoj që tu prit, po është e full tim, pas pari çka është. Firmën e nevojë me zgjoh. Unë firmën e morë të shit 2 rregullojnë e boshë, mirë? Na të shkaroha shumë Gjyqe gjana, a kena nevojë, s'kena nevojë ta dish, unë kam ikë në Itali, unë kam marrë Itali vetëm me tim. Jo, më interesu se unë kam shumë gjana, Italie, Tirana, e sa në vend bashkëpunime, që po me udhëtu, po unë këtë punë. Kryeni këtë çështje se Këshe kira me kry. Jo, edhe ti do të me naj qëto, edhe... Jo, e kërëtëm se në shru. Se, jo, në shru, se nuk e jam firmën ti, do, e Se Unë do të më kry sa ma shpejt, edhe për këtë gjo, shkarojnë të pa problem. Edhe ti do kemë këtë listë, po me kaq. Më në fund, doktor Aleksandria ka arritur qëllimit të prish përfundimisht raportin mes paciente Benitës dhe doktor Valtonit. Pa problem. Po, është një gjo që hala nuk jam zyrti, jam shumë e... Jo në të shumë asë të dhima, kjo për mu nuk është që ka vjerë, kështu që... Benita, ti heqim tash dëmët apo po presim deri? Më të më shurë, e dorë. O, sa, heqim dëmët ajo? Jo, s'jena të jeka, mu nuk të mu besu edhe në fillim nuk e di, mu do pak si hajgare, po më fund shumë seriosisht e morën edhe se ti, jo, sa të mu besu alo. Mos kom reagu keqë, se a mos seriosisht ke shumë Dyshysh se ti nuk e menova, se menova. Tu të më shumë përshëndeta për diamanta? Po, përshëndet, normal, se diamanta shkojnë e vinë, po dyshysh se ti nuk mujta me imaginu që prap me i hek edhe me i vendos, për ime është pak sakrifice dhe sti s'kom koment, o zot që am keni bëju mu sot. Të shunive me një moment kur ta që të keqë, në veç se ani sa me u të lidh, i tregu edhe doke, të s'ki këto, nuk e di ku shkove, definitivt nuk e di, s'kom naj koment, që ta shumë e shokume. Benit, mas krejt kësaj, a kime vazhdu me busqesh me Dr. Smile apo jo? Po, gjithmonë me Dr. Smile, po që më ka bës sot, e shem as kamera. Ah, piranja, që më bënët ju mu, më shtinët në kurth.